Dashi, një atmosferë mirë sjell qetësi për një çështje personale. Mos merrni personalisht komentet e të tjerëve. Demi, sot mbizotëron një ide që mund të vlejë shumë. Mos ndryshoni ritmin vetëm për presionin e të tjerëve. Minjakët, sot mbizotëron një surprizë në dashuri. Në çift pritet më shumë afërsi. Daforia, dita ju shtyn drejt një lajmi të papritur. Në financa shmarrni vendimet impulsive. Luani, sot mundësia për një ritëm më produktiv. Ruani qetësinë dhe dëgjoni intuitën. Pyqëresha, sot hapet mundësia për më shumë vëmendje ndaj parave. Rregulli dhe organizimi ju kërcejnë energji. Peshorja, dita ju shtyn drejt një vendimi të qartë. Beqarët mund të kenë njohje interesante. Akrepi, energjia e ditës sjellë mundësi për të rregulluar një keqkuptim. Mund të merrni një vlerësim për projektet e tuaja. Shigjetari, sot mbizotëron më shumë qetësi në marrëdhënie. Mos u nxitoni me përgjigjet. Priciapi, energjia e ditës sjell një ditë më sociale se zakonisht. Mos e mbani gjithë barrën vetëm. Ujori, sot mund të ndjeni një mundësi për të rregulluar një keqkuptim. Beqarët mund të kenë një njohje interesante. Peshit, dita ju shtyn drejt një vendimi të qartë. Mos e lini një pagesë ose detyrim për në fund. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.